çdo pllombe e tokës shqiptare flet për dhunën sërbe që janë bën mbi shqiptarët. Na tani jemi këtu në kazermën e trupave mbrojtëse të Kosovës Gafurloku. Është një vend i mirë po përpara ky vend për qytetarët e kësaj zone ka qenë një vend të merri për arsye se pikërisht në kuadër të kësaj kazerme, pikërisht tek ta druj, shqiptarët lidheshin dhe torturoheshin para qytetarëve, sepse rruga që shkonte në anën e Paldenicës, qytetarët i shihnin njerëzit e lidhur për të futur të merren, dhe po të kishte gojë Keles apo Ktalisa këtu të flasin, do të rrëfenin diçka shumë të trishtueshme, diçka shumë të dëmshme. Dhe fatmirësisht që sot jemi në një situatë krejtëre, sot qytetarët vinë kazermë, hinë lirë shëmbal manifestime, sepse kjo është natyrisht e jona. Për Gafurloku ne kemi dëgjuar qysh si fëmijë, por më së shumti Gafurin ne kemi njohur nga vitet e 90-ta, kur ne kemi filluar të mirë me veprimtari të ndryshme dhe në atë kohë kur pushteti serb filloi të paralizojë gjitha fushat e jetës në Kosovë. Në atë kohë Gafuri vepronte në dy mënyra. Në rend parë që pushteti kishte bllokuar në tërësi ose kishte paralizuar jetën arsimore, Gafuri punonte si inkasant i Këshillit për financim në Antelezit. Njërit ishte edhe sekretari i Këshillit për financim në Antelezit. Ndërsa në anën tjetër, në atë kohë, populli gjithnjë më tepër derisa pushtuesi serb bënte presion ose bënte dhunë ndaj popullatës shqiptare, edhe popullata filloi të organizohej gjithnjë më tepër në protesta të ndryshme që organizoheshin në asaj kohe, ku Gafuri gjithnjë ishte në balë të atyre protestave. Gafurloku i takonte plejadës revolucionarëve apo adhetare të viteve të 60-ta. Në Kosovë në krye me Adem Demoqin, ndërsa në Maqedoni kjo karakterizohet me Rafi Halilin dhe adhetarin Mehmet Gega. Karakteristik e parë apo fillimi i veprimtarisë adhetare të Gafurlokut është me 4 maj të vitit 1968, ku në fabrikën e tekstilit në Tetov, së bashku me veprimtarin apo shokun e tij të pandashëm Rafi Halilin, do të ngrisin flamurin kombëtar shqiptar, dhe kjo datë, 4 maj vitit 1968, shënon edhe fillimin e veprimtarisë adhetare të Gafurlokut, e cila nuk do të ndërpritet për 32 vite me radhë derisa e vrasin me 21 shkurt të vitit 1999. Gafurin e kam njohur gjerësisht dhe thellësisht për arsye se në rend të parë kishmi një shtëpie dhe në rend të dytë nga viti 1979 ishta kushtimisht ta them edhe një nxënës i tij apo me mësimet e tij u angazhova edhe në veprimtarinë adhetare këtu në Kosovë, ku pastaj edhe unë do të kem fatin të përjetoj 2 herë radhazi burgjet. Gafurloku, pos aktit të parë me 4 maj të 68-ës, aktiviteti i tij do të zhvillohet me nxënësit e shkollës së mesme të asaj kohe, e cila është quajtur Kiril Pejqinović të Tetovës, dhe arrin që çështjen kombëtare, atë vlim, atë vrull kombëtar që u ndërlidhte edhe me ngjarjet në Kosovë, ta zhvilloi në mesin e nxënësve. Por fatkeqësisht, udhba jugoslave, udhba e ish Jugosllavisë kishte arritur që në mesin e nxënësve të bluan njerëz, kushtimisht të bluan njerëz, të cilët shqiptarët do t'ja shohin sherrin, apo shumë adhetarë do t'ja shohin sherrin edhe në vite më pastajme. Gafuri veprimtarinë e tij nuk e ndërpret. Ai do të jetë pjesëmarrës aktiv i demonstratave të 23 dhjetorit të vitit 1968, të cilët organizohen në Tetov. Dhe Gafuri më kujtohet se thoshte se atyre viteve ishte një vrull shumë i madh rinor, ku arritin ta ngrisin flamurin në shumë fshatra të Maqedonisë, në shumë minare të xhamisë, bashkë me grupin e Mehmet Gegës.
Mirë po aktiviteti i tij nuk ndërpritet. Përsëri aktivitetin ilegal e zhvillon edhe pas kryerjes së shkollës së mesme, ku Gafuri do të regjistrohet në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës dhe bashkë me Rafi Halilin në atë botë do të veprojnë në një grup të organizuar ku do të arrestohen në shtatorin e vitit 1972 dhe derisa arrestohen, Gafuri me shok kishte shpërndar dhe shtypur parulla të ndryshme që në atë kohë kërkohej flamuri, kërkohej digjusia në të gjitha strukturat e shtetit Maqedon. Më shkurtimisht kërkoheshin apo ishin ato kërkesa shumë normale, të cilat edhe sot me marrëveshjen Korninjës të Ohrit janë tema aktuale të cilat diskutohen. Gafuri do të dënohet me 5 vite burg, me një burg shumë të rënd. Do të mban atë në burgun e Idrizovës dhe sistemi komunist i asaj kohe derivonte edhe në një shovenizëm i cili më së miri reflektohej në burgjet e ish Jugosllavisë. Dhe Gafuri më kujtohet kur fliste për dëshmorin e Hogoshtit të Dardanës në Kosovë, me dëshmorin Recep Mala, për të cilin ka pasur një respekt shumë të thellë, sepse Gafuri ka mbajtur burgun bashkë me Recep Malën. Mirë po, dikun ka vitet 76, eventualisht në shkurtin e vitit 1977, ndaj Recep Malës do të mirën masa deri në eliminimin e tij. Mirë po, Gafurloku, Binak Ulaj, Niazi Korça, Hasan Dormaku, Rafi Halili, Rushit Nesimi dhe Elmaz Ademi dhe gjithë shokët e tjerë që kanë qenë edhe prej Kosove, edhe prej viseve në Maqedoni, kanë dalë në mbrojtje të Recep Malës dhe pas protestave, pas grevave të urisë, arritin që ta shpëtojnë nga një vetmi, kurse që thoshte Gafuri, jepnin 3 herë buk e 6 herë jepnin dajak. Personalitetin e Gafurit, ndoshta do të ishte shumë pak të flitet, nëse unë flas. Është shumë problem të kompletohet personaliteti i tij me fjalë që mund thuhen këtu. Për shkak se ai ishte një idol edhe për ne, po edhe për rrethin tonë. Gafuri ka qenë një prej individëve tam kështu kushtimisht i cili na ka frymëzuar gjithmonë, edhe para lufte, edhe gjatë kohës luftës, dhe vrasja e tij ka qenë pastaj një qëndresë më e fortë për ne, dhe një angazhim më i madh duke ditur se Gafuri ka qenë një forcë e cila gjithmonë na ka mbajtur gjallë. Momentet kanë qenë më të vështira kur unë kam dëgjuar personalisht për vrasjen e Gafurit, që për një moment më ka bë mu të likështohem, po edhe shokët e mi gjithashtu bashkëluftar. Mirë për në anën tjetër, ka qenë edhe një forcë e re, cila na ka shty
të krijojmë një urrëtie edhe më të madhe ndaj pushtuesit, por edhe të mbledhim fuqi të reja, duke ditur gafurën, duke njohur gafurën, për ndarinë të cilën ai është angazhuar tërë jetën e tij për lirinë e këtij populli dhe më në fund e përmbyll misionin e tij me rënien heroike dhe me një mesazh shumë të fortë për popullin dhe rrethin ku ai ka jetuar dhe ka vepruar. A ishte njëri thjesht, kështu, por ka edhe bindjet edhe sjelljet, nuk kishte rezervë për shok veçanërisht të besës. Edhe sherr nuk kishte, edhe populli si thotë. Edhe kështu ishte guzimtar kështu, trim ishte. Edhe pse ajo trimëria është shprehje ndryshe, por për kohën kombëtare ishte pak më ndryshe e trimëria kur vendosmërisht i kushtohesh. Edhe unë më përqej shumë ai hujtej. Edhe vazhdimisht, pasi 68-ën, pasi na dënuan, më dënuan pas demonstratave, më dënuan 1 muaj ditë në burg. Thunë për kundër vaqe. Atë nuk mritën të dënojnë. Si është rasti, si shpëtoj, unë nuk e di. Ka pas, ose se kanë njohë se kanë treguar gjanë, ose kanë njohë se kemi qenë një 4-5 vetë shokë kemi qenë ngushtë që njësimi darje një për tjetër. Për çështja e forcimit kombëtar edhe të drejtave zgjimi ka qenë demonstrata e 68-s. Që masovikisht u bon një erë që kishte secili mëni atë padrejtën që komi shqiptari ju bonte dhe te ju bonte. Popën përgjithësia rinis. Edhe për shembull Gafurloku me mua kishte vetëm i qëllim mbarimi i shkollës, shkollimit edhe përkushtimi për çështjen kombëtare prej atëherë. Betimi për flamurin, për kombin edhe për shqipnin. Si e krytëm gjimnazin, u listuam në fakultetin, në Universitetin e Prishtinës, a ekonomin, unë e drejtësi. Mendimin e Gafurlokut i cili e nde atë etjen e madhe për atë qëllim, për atë kaus, e shprehte kudo me gatishmërinë e vete. Hiq pa rezerve dhe pa frikë, pa të thyrë se çka e pret më të qe. Edhe ajo kënaqësi ishte kur keni shok të tillë. Viti 1981, Gafurloku e quante vend i zgjimit kombëtar shqiptar dhe Gafuri gjatë këtij viti do të mirret kryesisht në propagandimin e Republikës së Kosovës dhe natyrisht i përkrante demonstratat që zhvilloheshin asaj kohe. Gjatë vitit 1981 në Tetov dhe fshatrat përreth nga organizata Kushtrimi i Lirisë, të cilën e udhëheqte Rafi Halili, shoku i tij i burgut të parë të Gafurit, do të shpërndahen shumë pamflete për të masovizuar të rinjët në përkrahjen si të demonstratave politike në Kosovë,
një ashtu edhe për ngritjen e kërkesave politike në Maqedoni. Dikun ka maj vitit 1981 do të arrestohet një pjesë e kushtrimit liris, ndërsa Rafi Halili do të kalën në Arrati. Dhe gjatë kësaj kohe, sidomos me pamfletet e shpërndara të datës 9 mars të vitit 1982, si në Përoj, si në Gjepshisht edhe fshatrat e përreth, në Tetov e Gjetiu, Udba ish Jugoslave do të interesohet në shkallë të gjerë për të gjetur aktorët e këtyre shpërndarësve të pamfleteve, kryesisht apo konkretisht për të zbuluar rënje të kushtrimit të lirisë. Andaj, me 10 mars të vitit 1982, fillimisht do të bastiset shtëpia e Gafurlokut në Tetov. Mirë po, me që Gafurloku nuk ishte në Tetov, por në Kaçanik, në shtëpinë e Gafurit, ata do të marrin vëllezërit e tij, do të gjejnë edhe kasetat e incizuara në atë kohë nga Radio Tirana, kështu që Gafurloku do të arrestohet nga Udba Maqedone, natyrisht në bashkëpunim me Udbën edhe të Kosovës, do të arrestohet me 13 mars të vitit 1982 në orët e paradites në Kaçanik. Gafurloku hejtimet në burgun e dytë do të zhvillon krejtësisht në burgun e Shuto-Orizarës, ku Gafuri nga ai burg kujton se ka përjetuar tortura të tmerrshme. Më kujtohet kur thoshte se në burgun e Idrizovës me Gafurloku kam punuar një ekip i tërë udbashësh, jo 1, 2, 3, por një ekip i tërë udbashësh, duke përfshirë edhe psikolog të Udbës. Dhe për 8 ditë me radhë Gafuri thoshte se më lanë krejtësisht pa gjumë. Natyrisht është një metodë e Udbës për të humbur koncentrimin e Gafurit në deklaratat e tyre. Edhe thoshte se krahët gjithsesi durt nga torturat i dukeshin se janë bërë sikur hunj. Në anën tjetër, Gafuri evokonte, tregonte se për 50 ditë me radhë torturat e tmerrshme, Gafuri do të vije në një gjendje shumë të rëndë depresioni, kur në një moment do të tenton të thyej derën e hetuesisë, mirë po udbashët do ta kapin. Në anën tjetër tenton të kthej edhe nga dritarja, po përsëri nuk e lën sepse nga Gafuri kërkoheshin për të zbuluar rrënjët e organizatës ilegale e kushtrimi i lirisë me të cilën Gafuri ka pasur edhe kontakte. Në munges për ta mos zbërthy këtë titan, Gafuri do të nxirret në gjyq. Edhe atë do të dënohet nga neni 133, që atë botë ishte një nen për mos shprehjen e fjalës së lirë, dhe do të dënohet përsëri me 3 vite e gjysmë burg, dhe kur të krahasojmë edhe burgun e parë nga 5 vite, Gafuri gjithsej i mbajti 8 vite e gjysmë burg. Gafuri nga burgu i Idrizovës do të kthehet dykun në shtatorin e vitit 1985. Është një rast shumë emocional se kur Gafuri vije në shtëpinë e tij, babai i tij Xhaferi kishte koçi lëngonte në shtrat dhe posa e përjetoi ngrohtësinë e përqafimit të djalit të tij, në të njëjtën ditë vdes edhe babai i Gafurit. Përkundër këtë kësaj, Gafuri ishte një kombëtar i organizuar. Ai dha shumë çka për lirinë e çdo shqiptari.
Prandaj aktivitetin e tij, edhe pas daljes nga burgu i dytë, nuk e ndërpreu. Ai pas viteve 90-ta do të shërben post në Këshillin për Financa, një sistem paralel i asaj kohe, posë në mbajtjen apo mbijetesën e arsimit, ai do të jetë edhe kryetari i shoqatës humanitare Nëna Terezë. Më kujtohet në rast thoshte kësaj, kur po vi nga shtëpia në qendër të Honit Telezit, për një moment ndodhin dy gjëra. E para, qytetarët që i kanë borxh Këshillit për Financa, që mbajë arsimi asaj kohe, iknin prej meje, sepse s'kishin për të më dhënë, ndërsa kur i shifja unë skamnorët, unë ikja prej tyre për arsye se nga shoqata nuk isha se çka t'ju jap. Ne për vrasjen e Gafurit, paraprakisht kemi thënë se, do të thonë kur u vra Gafuri, kemi thënë se lufta në këtë pjesë vetëm kishte filluar. Ne dinim se pushteti kishte një ori të shumta për Gafurin, sa ishte organizator, sa ishte njëri që mund të kontribuonte në këtë aspekt. Prandaj para se të fillonte edhe lufta tek ne, vetëm më para ata i bën atentat në shtëpinë e tij ku vritet Gafuri bashkë me djalin e tij Dretoni. Dhe nga ajo kohë ne kishim sinjale të qarta se vetëm lufta kishte filluar në këtë pjesë, e cila luftë vazhdoi deri në përfundim, do thotë në qershor, me 12 qershor të vitit 99. Ne, do të në momentin kur u formua brigada 164, ne biseduam në komandën e brigadës dhe vendosëm që ta emërtojmë me emrin e dëshmorit Gafur Loku, duke pas parasysh se Gafuri tërë jetën e tij ja kishte kushtuar çështjes kombëtare. Jo vetëm në luftën e UÇK-s, po edhe më herët, vetëm se ka qenë i arrestuar 40 herë për aktivitetet tilla për çështje kombëtare. Ne kemi mbajtur ditar, jemi munduar që në pikat shkurta të shënojmë ngjarjet më të rëndësishme gjatë luftës, dhe në momentin kur është vrarë Gafuri, ne kemi qenë atje në shtab. Roja na ka njoftuar se ka dëgjuar disa krisma në drejtim të fshatit Paldenis. Ne jemi interesuar përmes lidhjeve tona dhe kuptuam se bëhet fjalë për vrasjen e Gafurit. Vrasja e Gafurit neve na ka prek thellë, me që kemi ditur që kemi humbur njërin ndër bashkëpunëtorët, njërin ndër luftarët më të zotshëm të UÇK-s, dhe dinim se pushteti ka tentuar që të ndërpres në këto aktivitetet e mëtejme të UÇK-s. Po përkundrazi vrasja e Gafurit i frymëzoi dhe i shtyti edhe më tepër ushtarët e UÇK-s që të përgatiten dhe të hakmiren për vrasjen e Gafurit. Gafuri në vitin 1988 do të del edhe në Zvicër. Mirë po për çudi, edhe pse del në Zvicër, Gafuri atje do të qëndroj vetëm një muaj ditë. Për arsye se ai ishte i lidhur me vujtjet e këtij populli. Ai nuk mund të jetonte dikun vetë me të mirat, me begatitë e veta dhe ta linte popullin në mëshirë apo në fatin e tij.
Në vitin 1995, kur u majtë konferenca e Daytonit dhe shqiptarët e Kosovës nuk morën pjesë në atë konferencë, Gafuri kishte një qëndrim shumë kristal. Ai thoshte, në konferenca ndërkombëtare merr pjesë vetëm ai që ban luftën. Prandaj edhe dalë njësiti të parë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në kuset e Nikës, ai jo vetëm që e përkrau, por e ndihmoi në të gjitha sferat. Me te udhtonim natën, ndërsa punët tjera i krynim në popullat të ditën. Dhe kur takonte si me komandant të Rufiun, si me Mehmet Ballazhin dhe shokët e tjerë, armët e tyre i mirte, i vinte në supe dhe thoshte dua ta ambientohem dhe thoshte këta djem, kjo gjenerat do ta sjell lirinë e Kosovës. Dhe pikërisht pushtuesi, duke ditur gjithë autoritetin e tij, duke ditur gjithë bagazhin e tij politik kombëtar, do të organizon një atentat shumë të sofistikuar, kështu që me 21 shkurt të vitit 1999 vritet bashkë me djalin e tij. Vrasësit që e vranë natën erdhën për t'ia bërë ekspertizën në mëngjesin e ditës së nesërme, por edhe ushtria shqiptare e Kosovës mas një javë dite, pikërisht në Gry Kaçanikut, do t'i hakmerret duke vrarë edhe komandantin e policisë serbe që në atë kohë e quhej me emrin Bogi. Si u bëjë tonë, i ka datë në babgjishi vetë, i në konë mëtë, e malim për darkë, hëgrëm darkë, tupa e qaj, që të s'kina ditë veç, babgjishi ishte tonë, Gafuri që ka, që në lefi në bërë, të dirtë. Në lije Gafur si gjali vlajton dhe kemë në këpërë në të që kënë katën, gjali në Gafurit. Thash, vajidja është të obirë, thash vajidja model. A i dulë në pëhamë buku. Vesh kur kanë kres pushkët, gjonë s'kënë në nëjnë, vesh kur kënë dalë. Thash diçka këmë, thash për delin, vesh ka dalë e voli Gafurit, ato që ti kanë qitën. E kanë vrasë. Kur kënë dalë në gjenazë të di. E lutëm bëllë. E lutëm bëllë me babën e vetë, jo birë. A be lukë e thë kësi kje gjemë bëllë dhe kënjë në të shkoje. Se darës ma pamish nuk bëhet. E në një qëtë se dy që është tha dhije, fjallë. Darës ma pamish në darës ma pagjinë. Nuk bëhet. Hajde bërë pra Allah e darës sajrinë. Unë gjëmë përbojnë më abet, kur që ati ka 15 në 8. Gafuri i pitën për qaja 2, Gafuri në gjysë bardak në kalon. Qeni leti, qëfar të letë me qeni që ma, u që gjalli në dritare, ka dalë veç që ka ngri perdën, shto dhe këshyri, tha, babi njeri, tha, është e dela, po është dhe në i mësafir të dash me arse. Ka të narë që ashtu e kanë tradit që kur vjen dikush, në i mësafiri vinë për muhabet. Dhe gjalli që ka dalë për jashta.
ka vesh vin teatrën, pa ti ka dul, se ishte koha e ftoftë. Ka pas pak borë, grinj, edhe dul për jashtë. Se po vjen, s'ka. U vanu be, jolla një, kështu një 5 dakik u vanu e. Edhe u qovan, thashtu, Gafur, shka u bëmër me dritorin, thashtu, qëna ta kështu, kusha as, nuk nish mi laf të fol, as. Edhe unë u qova pak, Gafuri ma kanë gjitë. Jo, tha, si bjerri, se unë dalë. Edhe dulaj. Edhe me babën po rri që ati po bojna ma betë. Mërë thashtu, vanu shumë Gafuri. Këm pas 2 fëmijët, njoni e konë klasë e 2, njoni e 3 e konë. Janë konë natë, 2 tin katë. Edhe ato janë konë t'i bo dytyra se nesër kishim për shkollë me shkue. Edhe kur ma u qova one, ku m'dalë, te qilë derën e odës me dalë për jashtë, veç kur t'ja ka dhënë automati. Edhe me prapë, shka u bo, po më thotë, kam një djallë Gjafera, i po më thotë, nane kanë vra dritonin, thash, qysh mërë dritonin? Edhe i ku më dhonë, zërë me dalë, kur ku më dalë, në ku më mejtë në derë për jashtë. Kanë dhonë për zyti, Gafurin e kanë vra. Edhe zoni e ati djallit vogël, çfarë pisklime ka baj që më do këtë në qili, ka shku zoni. Edhe ka përsy djallit, nuk ka dit me himrejna, ka shku drejt në Kojshi. Ati më sanina mo, dollëm na për jashtë, kur ku më dalën në drejt e djalli në vend kishte mejtë me njëherë. I dektë, o driton, s'ka o driton, kishpa zonë me njëherë shpirtin. Edhe plaka më thotë e një se ko Gafuri, thash nuk e di Gafurin. Thash dhe e pa hanë marë Gafurin, djallën e pa në rate e pa hanë marë. Ma pos, as 10 metre Gafuri ishte ka një vramë. Shpa se mana e hupën vedin, se këshmi pa Gafurin ku a kanë. Edhe vesh dy kere shkun. Ate aq mire këshim pregadit, sa janë vra edhe minjëherë kerët janë nisë. Një kërë ishte konë i zi, kështë pasë në gjyrën e mbëllë, se u diktoj që është i zi, tjetër ishte konë i bardhë. Edhe shkun, 2 kërë, na shkun, kur e këshirëm të 2 këshim pas dekë në vend. Amanetet e ti kanë qenë të shumëta. Por ajo që ka qenë më rëndësishmja ishte që asë njëherë nuk duhet të lodhemi për çështjen dhe për lirinë kombëtare. Kjo ka qenë më kryesorja që ai rregullisht e ka përdorur këtë. Unë e kam thënë dhe mes shokëve se fjala e tij më theksuar ka qenë njeri dhe njeriu. Kështu që ai ishte vetë njeri. Ai ishte me gjithë fjalën ka qenë njeri i kompletuar. Kështu që unë për ata kam shumë vështirë të them për Gafurin diçka se më duket sa do që të thuhet për ta është pak. Për shkak se vepra e tij e bën të madhe ata. Vepra e tij e ngrit, vepra e tij e ka bërë kaq madhështor, edhe sa më madhështor se sa që është lapidar këto përballë nesh. Po, do thotë luftari mund të vritet domethënë vetëm trupi i tij fizikisht, ndahet, mirë po veprat e tyre nuk humben asnjëherë. E di, atë për lirinë e Kosovës, gjithmonë ai ka katë për liritë popullit. Gjithmonë popullit jetë i lirë e mos jetë i shtypën. Gjithmonë ai për popull jetën edhe dha jetën për popull. S'ka. Po, e fort bom. Unë di një vjetën krenare që jam një bashkëshorte e dëshmori dhe një nanë dëshmori. Edhe dëshiroj të gjithë nanat që kanë dëshmor të jenë krenare, të krenohen me djemë të vetë.